Cilat janë zhvillimet? Zhvillimet i vazhdojnë supermafioze. Pasi prokuroria kërkoi në paraqitin parlament kërkesën për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Lubi Ballukut, ju e pat reagimin e menjëhershëm të Edi Ramës si udhëheqësi i reformës drejtësi, udhëheqësi i vjedhjeve më të mëdha në historinë e Shqipërisë, latë kuptoj se ai nuk do të heqë imunitetin, se nuk do veprohet si në rastet tjera, po tani do bëjmë një analizë të thelluar për të shpëtuar menderën e tij. Tani, çfarë ka ndodhur tjetër? Gjëra që s'ka ndodhur kurrë. Prokuroria ka dorëzuar provat, kërkesën dhe provat. Pse ku e bazojnë kërkesën e tyre për arrestimin e Lubi Ballukut? Niko Peleshi ka fut provat në kasafort dhe nuk ja u jep deputetëve të opozicës antarë të komisionit të verifikimit mandateve. Kjo nuk ka ndodhur kurrë. Nuk ja u jep, sepse provat kanë gjëra të llahtarshme, të cilat e bën Lubin, e tregojnë Lubin thjesht një shërbëtore të Edi Ramës. Dhe ai nuk ja u jep dhe kërkon të mbledh komisionin Këshillin e mandateve pa dorëzuar të plot dokumentat antarëve të Këshillit të mandateve. Ky është një akt antikushtetues, antiligjor, një përpjekje verbër për të mbrojtur me çdo çmim dyshën Rama Balluku, dyshën më hajdute që ka patur Shqipëria në historinë e saj. Kërkojnë që ta çojnë pas vit të ri. Ta spostojnë, madje të mos mbledhin parlamentin gjersa të duan vetë. Deputetët e Partisë Demokratike do të kërkojnë mbledhjen në përputhje me Kushtetutën, mbledhjen urgjente të parlamentit. Dhe kjo është taksative ndaj them Ramës mos u fshi pas fustanit të Lubi Ballukut, po dil hajdut siç je, turpi i Shqipërisë, turpi i njeriu dhe i njerëzimit. Çfarë manovrash bëhen kështu? Prisni, kapitulli tjetër është absolutisht po kaq, në mos më shumë. Tani ai është midis dy zgjedhjeve. Do të dorëzoj lindën, Belindën apo lindën. Lindën apo Belindën. E garantoj se drejtësisht nuk do i shpëtoj njëri. Por për ta mbyllur, disa pyetje. Vetëm disa pyetje. A ke djeniti? Dhe çfarë djenish ke? Çfarë qëndrimi ke majtë ti ndaj dy pengmarrjeve nga bashkëpunëtori yt me ngushtë, Ergyll Sagasi, Geron Meçes dhe Daniel Shinës.
A ke djeniti që bashkëshortja juaj, si pas regjistrimeve depozituara në SPAK, ka bërë ndërhyrje direkte në përcaktimin e fituesve të tendrave kunatit vetë, në kofshtin tënë privat, për Armand Frangu. A ke djeni ti se nga një biznismen mediokër me angazhimin direkt të familjes tuaj, Frangu ushtruhe në fituesin kryesor të tendrave, ai me kompani, me prestonome dhe me ortak falso, thuhet se mund këtë rëmbyë 96% të gjitha tendrave. A ke djeni ti për grabitjen mes rrugës të Daniel Shims, a ke djeni ti për dhunën që ushtruan ai Geron Meçës për të tërheqë të gjithë kërkesat në mënyrë që Baxhanaku yt të fitonte tendrin? Pse të dy pengjet, Geron Meçë dhe Daniel Shima, u dërguan të krye kriminali i Elbasanit dhe kreu i kartelit të rrezikshëm të drogës Suel Çela? Cili roli i prodës së bandave në këto grabitje? Ky shtet i krimit do përballesh me të gjithë zemrimin e qytetarëve. Data 22 është fillimi një betejës të cilën do ta fitojnë qytetarët. Kjo ngërhinë e kalbur e ngritur mbi vjedhën e shqiptarëve, mbi drogën, krimin, po shpërbëhet dhe ne do japim shtytin e fundit. Kjo ngërhinë e kalbur nuk ka më të ardhme. Pritet vetëm guximi ynë për të arkivuar në honët e turpit të historisë. Kjo është e vërteta. Të këndohë. Kjo që po bën Edi Rama, mban erë si një lloj grushti shteti, sepse marrja ose bllokimi i pushtetit drejtësisë, marrja mbi sipër e pushtetit drejtësisë, shënon në vetvete shteti brenda shtetit. Ne po e ndjekim, por në mënyrë absolute do i përgjigjemi me të gjithë forcën tonë. Drejtësia nuk mund të pengohet. Jo, ne kemi dhënë shembull kur ne nuk kemi bërë përpjekjen më të vogël. Kur ne ishim në pushtet, zëvendës kryeministri për këta çakej që dalin në studio dhe mohojnë çdo gjë dhe mbrojnë problemet e tyre me skapin, zëvendës kryeministri dha dorëheqjen pa ardhur nga prokuroria kërkesa. Pa ardhur. E 14 janar Ilir Meta. Bazuar në një dokument të manipuluar dhe falsifikuar fundë kryer nga Edi Rama dhe Filip Çakulli. Ministrat dorëzuan imunitetin, dhanë dorëheqje. Këto ishin standardet e një vendi demokratik. Kurse ky lënd kuptohet se nuk ka nërmend, do bëjnë një studim të thelluar tani, si udhëheqësi i reformë drejtësisë. Edhe populli do bëjnë një reagim të thelluar, i them unë.